Unë e përgëzoj edhe për Shkupin e Telaja, domethënë për viti i 8, po jo që do vazhdon, po mendoj që organizimi do rritet. Me Fatmirin kemi folë bashkë që përveç ekspozitat të vazhdon viteve të ardhshme, të sillim pra edhe panairin e librit të Tiranës të jetë në Shkup, hapjen e librarisë që i mungon, domethënë viteve të fundit të Qarshis, Shkupit, kemi parasysh që Çajiri është bërë qytet studenti. Pra me Invamulën që erdhëm dakorduam që të krijojmë një pandan të verës së Ohrit, mund të jetë festivali Qarshis ose vera e Qarshis, që fillimisht do fillon me Çajirin dhe mandej të institucionalizohet në nivel qendror dhe të mbetet. Pra që mund ta them bashkë me në këtë energji të piktorëve, kultura do jetë në prioritetet më të larta të Çajirit, sepse vlerësojmë që kultura nuk është për vetveten, po mund të përmirëson dukshëm imazhin edhe mund të kontribuon edhe në zhvillimin ekonomik lokal, fillimisht të Qarshis dhe mandej Çajirit dhe Shkupit.